mbaj mend një klip që i ke thënë Benitës ti e let, unë nuk jam e let. Jo, ashtu nuk i kom thonë, po jam dalën Prime tu fol me Nailire, ku i kom thonë se me një banor që u dalë. I kom thonë pse djem, gjithmonë binën femnat, kur janë mes dy femnave, binte ma e leta. Po, e binte ma e leta. Aty është fjala për Benitën. Atë punë e kom sqaru me Benitën se kështu si është shumë ofendim. Për një femën është në ekstrem. Që thush që je e let. Ashtu e kom di në atë moment prej inatit, prej nuk e di situatës. Po prej situatës, edhe i kom kërku falje se nuk kom desht me nënshmu si femën. Mendoj prapë s'kom nevojë, se gjithë kush ja po, të kam parë dhe me një klip tjetër që ka qenë po pra Benita para pasqyrës që i ke thënë a ke munges vetë besimi? Yeah. Diçka të tillë. E kom pyet, ishte muhabeti për vetë besim, edhe e kom pyet që, e kom thonë që mu realisht më duket që Benita po të ishte real, kështu tamam vetvetja, është shumë ma lezetshme. Sepse mendoj që... Pa ka qenë ndryshe në fillim e tani është ndryshe? No. Jo, njësoj ka qenë. Thjesht brehet që e ka një anë të mirë, se cilën nuk e qetë. Gjithë e ka një anë të mirë. Je, po pse mos me qitë anën e mirë, nuk është gjo e keqe. Po se varet se si e kalojnë e vetë? Sjellja e mirë nuk është kur e keqe, apo kupton? Po jene një ambient që gjithë kohë sulmohesh nga njerëzit, po ti je mirë. Of course, ama nuk e di, unë mendoj që Benita e ka një anë shumë të bukur të cilën nuk e kallëzon, edhe nuk është vetvetja thjesht, edhe ato ja kom thonë edhe Benitës vetë. Po unë nuk e shoh si ofendim, ajo në ashtë ti e ki marrë si ofendim, po mu ka duk thjesht si një opinion jeme, si s'di që shqitu e shqe. Po, mendim imi personal. Jeme, po nuk ja thash në mënyrë ofenduse ke fjala femën e letë. Që ajo ke, realisht. Jo, po nga që lidhen gjitha bashkë, se unë e kam parë njëra të videon, pastaj kam parë këtë videon. Edhe pastaj gjithonin që, okej, e ka fajn si e ka si harrova Benit? Benita. Po, Benita. E thosha, jo, e ka fajn kjo? Oh. Po. Thonin po pse, s'është e qetë, jo, i thosha, kjo e ka fajn. Se gjithmonë njerëzit e qetë janë ato që fshehin më shumë. Unë në shoqëri me femrat që kam pas, shoqet që i kam pas më të qeta, më të urta, kanë qenë më të këqijat. Edhe unë jam prejkë shumë prej shoqeve, por realisht unë nuk e shoh vetë. Edhe kur e shikon dikën nga jashtë që është i qetë, i buzëqeshur edhe të ofendon, e kam pak të. Unë thjesht nuk jam jo me qetë, po nuk është që shukna, apo kupton, edhe unë foli ballë, po thjesht e zgjedhi mënyrën ma të qetë me folë, se nuk jam tip që mas pare nuk mirë është vesh, kur u lirado, jo, se kam të ke bërtit nga. Që momentin, u ku një moment në të cilën unë për shembull jam shfaq si ma e gjallë, ishte kur jam përplas me labin në Prime. Aju ku në momenti ku, jo, Prime-in e ka tanën. Edhe ju kom thonë edhe banorëve, unë mendoj që kun hera parë dhe fundit që mu më keni pa në atë gjendje. Pse? Ke bërtit? Po, kom bërtit, edhe pse unë e flasë shumë e të vogël. Kom bërtit, se më ka prejkën familje, edhe më ka prejkën trauma, edhe aty është... po më thej qëpar. Po, aty është vija kuqë, do me thonë. Edhe, thjesht nuk e shqetësoj vetën për çdo gjë, po kupton se edhe unë e di me të këqij din me konkret, po pse? Kur s'është nevoja. Pse mos me anashkalu? Mos me i dhënë rëndësi ati. Se shiko, problemi është që ju i dini 2-3 pikat njëri tjetrit, që ti për shembull e din që mua më lëndon me i ëngër këto se më kujton filanin. E ti ka stile vjen me këto para meje. Dhe mënyra se si ju jeni shprehtë njëri tjetri, keni thënë që unë këtë gjë se duroj dhe ato po prapa gjën po të bëjnë. Po unë realisht nuk e di me sa ke mujt me po unë hera partë që kum vendos me lujt ose me bu strategji, u kon sot s'ki mujt me po Prime-in, po u kon pikërisht sot u shfaqëm Prime, u kon pjesa me Benitën. Aty e kum vendos një strategji, e kum bu me dal nga vetja, edhe mendoj që e kum bu në mënyrë shumë bukur, se nuk kam nevojë me qit dikon jashtë vetës të ofendu, apo kupton, nuk e zgjidhja ato. Se çan ndodhi? U kun, po ta bëj shumë shkurt, jam zgjedh kapitene, i kun bu darjet e punës shumë stratege. Okej, do me thonë, kun vendos saktësisht kanë me bu bashkë e kanë ju. Edhe unë e Benitën e tonin, që po thonë nuk janë qift, po janë qift, si s'pidijet, i kun da. Do me thonë, ato e kun fut në... Tonja ishte ky me katrela. Po. E kun fut në kuzhinë bashkë me Klodin,
Tonin e ku marrë në dhunë gjumit bashkë me mu. A kuptan? Pse dhe vendet si flini ndani? Apo ja? Punt i ku mdo. Po, më falë, harrova. Kështu rrjedhi gjithë situata. Edhe thjesht... Po Benita kë ka qef këtu tani tonin? Nuk i dijet. Unë mendoj që... Su përri afër ati që solli vazelinën. Po. E ka emrin? Klodi. Unë përri afër Klodin. Edhe pa mërzitej. Po, pikrisht që kjo bu tema dhe sot në prime, që I don't know, nuk e di ka me ka qef tani, ja kom njësë të dhone me dëshu. Unë e kom mendu që ajo ka realisht e ka qef Klodin, po me tonin e ka zgjidh lojen. Sepse me Klodin nuk i ka hetse, edhe me Klodin e ka përvu, apo kuptojnë? Pas me tonin s'pe jetë? Jo, se nëse një mashkull nuk të mbron, nuk them përgjigje për ty, edhe të letu që është punë e di anshme, apo kuptojnë, asë njani prej dyve nuk. I don't know, është për atë pjesë dush me bisedu me Benitën, sepse nuk jam në trunin e Benitës për me ditë, po mu më duke... Jo, s'ka lidhje me Benitën fare, kam më shumë me vetën, që ti e shikon që e mashkull nuk po të mbron, nuk po të bën prioritet të këtjerët. Pse me fliq vetën kotë? Të e tjenë të dy. Po duhet edhe pak njëri me pas self-respect, ose me adhin me kun, me qëndru, apo kupton. Kur toni? Nuk është të dytë. Të dytë adhin pe ullin një tjetëri. Jo, këtë, në qofë së shkuj ka qërejlë, nuk ka kam pati afrojt gjithë natën. Përveç se kur ikën me flejta, po? Jo, se nuk i kom këqyrë mu. Jo, si kam pa. Benita s'ka ardhë fare këtu, të tavolinës se pash. E pash duke falë me Klodin aty. Pra ndes po e kuptoj këtë që... Se kuptoj askush. Mendoj që as vetë nuk e kuptoj. Se nuk janë sinqert, apo kuptojnë se kur t'jeshe sinqert, edhe i flet gjanat ashtu si që janë, e ki edhe ma let me vepru si pas vërtetës, apo kuptojnë. Po përderisa nuk ja pranon se rrjedh vetës... Po pra. Po përderisa nuk ja pranon vetës disa gjana, mendoj që gjithmonë ka me hecë shto të lumbu. Krejt pështjallë. And it's okay, po ka me mbarua, mendoj, se dikur... Më duket pa lidhje. Se nuk është se po konfuzon në njëri, thjesht po del keq. Po... I'm crazy, jam kurioze me ditë në kalimin e kus a ki ndryshu menim. Për ty? S'jap do të për asnjërin. Se sot jeni gjithë mirë ju. Po. Gjithë janë të gatshëm sot. Po që për ty, jo. Që kur të kam parë, dhe me thëmë fillim, kam thë që shumë fake. Edhe sot? Ku këtu brenda? Po. Këtu kam të shumë mendim për gjithë në duken të mirë. Gjithë në duken dashur. O për të javën e kalu në flosin prap. Se më thanë, dhe futesh atje dhe do ndryshosh mendimi, thash, ja... Pra Albën nuk ndryshoj, ma ato jam stoike. Në të atë nuk e di? Edhe nuk i njof, edhe nuk i mbaj mënd. Një, 2, 3 që më kanë dalë në video. I'm crazy, edhe ti me atë mendim, se edhe Benita ma thot shumë shpesh. Që e falca? Që ju ajo thot dhe të ftyrshë, thot. Jo fake. Fake i thot Albert. Jo, unë kam që ti ke zgjedhur një personazh, një karakter të ndin të tregosh. Jo që ke 10 ftyra, thjesht po tregosh realisht si që. Okej. Jo, pra, për kundreze, unë mendoj që kom shfaq shumë anë të vetës, apo kupton, jam konë si emocionale, si mirë, si keq. Po, ma marrë për keq, se nuk du me të ofendu, po në fillim e u more si viktim, thojnë sa. Ja. Po. Pastaj thonin që po pse nga smoni se është e vogël, a kupton, dhe po ishte pisa që... Po, që kjo gjo mu më pengon vetë, a kupton? Po, që po i bin gjithë në qafë, është e vogël, është shumë mirë, Pastaj erdhi pjesa tjetër që ty të ndanin klipe dhe ti dilje duke kthy përgjigje, duke ofendu, duke lënë personat keq, ke dalë shumë shpesh me Benitën. Jo, një herë sot kum dal, 2 herë kum dal, prajmin e parë kum dal me Benitën, e pastaj në këtë prajm sot, televizor si kam pa, nuk e di. Jam dal me Benitën, Shiko, gjërat që shifen online gjithmonë pren edhe nxjerrin jashtë kontekstit. Kështu që ato 2 fragmente që kam parë, kam thënë po prit mos se gjunaf s'qen ka kjo, viktim s'qen ka.
No, viktim. trash qenka. Atë që mu më pengon që kjo fjala viktim, se mu më kanë thonë banor shumë shpesh viktimizuse. Thëshë po pse më radin, jo më shëmnimi ka zonë pse kur jam viktimizuar. Sepse ti ke qef të tregosh shumë anën e brendshme. Edhe të tregon që i ke gjëja më mërzit, ke gjëja më pengon, ke gjëja më... Jam shumë e nishme, atin, po e kum hekat, mendoj që kum punu shumë e veten, se që realisht jam e re. Po, kjo i ka bërë ato që të mendojnë që ti e falso, se ke hy ndryshe, edhe po ndryshon rrugës. Se ti ke hy emotive që i ndjen gjëra, ti përjeton, edhe tani po tregon një anë tjetër, e thon prit se a e shef që kjo ishte falso? Po këta pëmbujnë ma të fort, edhe it's okay, po në mendoj që qëndrimin e kum bajt gjithmonë, edhe nuk mendoj që kum bu ndryshim të madh prej fillimit, po mendoj që jom rrit thjesht, apo kupton, se une shumë shpesh të tham që shtu mrana, jom të njoft edhe vetën prap në do situata që se kum pa vetën kur, asnjëherë. Apo Këtu jo. Edhe është shumë shkollë për mu, edhe për mu si njëri që jam, edhe e vlerësoj shumë, pa marrë parasysh që ka momentet këqija, momentet bukra, adin prap edhe prej momentet këqija thëm, prap mësova diçka adin prej vetes, prap edhe it's okay. Thjesht nuk, që kjo fjala viktim më pengon shumë, se unë nuk jam viktime askujt. Unë nëse jam viktime vetës, se çka i bëjë në vetës ma bën kërkosh, apo kupton. Edhe, kur i pësja banorët, pse po më thoni viktimizuse? A pëse ta thonë këtu? Po, shumë shpesh. Okay. Ma bëjshin, pikrisht labi, për shembull, se kjo jo pjesa e mamit tonë, që e mosha, i thësha mirë më labi, po jo banorët jeni vetë moshën se vendosni. Unë nuk i kum përdor ato. Kur të ta përmenim për atë moshën, thuj, unë mundem me ardhë në moshën tuj, po ju zvini do të në moshën tima. Se ti mundesh me kap 28-ën për 10 vjetë, po unë 18 nuk themë. Wow, nice. No, ma kanë bu edhe bajat këtë tema, po kupton se për një me... Se e shofin që të bezdis. Urna? E shikojnë që ty të bezdis kjo gjë. Po, mendoj që ata i bezdis ma shumë se mu, fakti që... Moshete? Fakti që me këtë murë se këta më kanë marrë si shumë e li, apo kupton si shumë e re, e butë... Pre e letë, pa, se e vogël. Edhe më kanë prit ma pak, apo kupton. And it's okay, po unë i qëndroj ase që jam, edhe është unë mendoj që jam shumë okej me veten, përderisa jam okej me veten, nuk kam nevojë edhe m'ja marr fjalë. S'ka shok e shoqe këtu brenda. Fix. Prap e lidhe edhe me muhabetin që e thema herë që tu kum duk fake, është okej, ajo është mendimi jot, se nuk je vetmja që e ka këtë mendim. Që besoj ka dhe jashtë njerëz që e kanë këtë mendim, besoj që edhe këtu mrena pikërisht janë disa banorë që ma cekin shumë shpesh, po unë jam okej me veten. And that's it. Ba ishko se jam rregull ti? Shko... Unë për ty, për shumë nuk di kur gjo. Nuk, ndashta edhe për shkak që kur ki... Ka marrë sot dhe i kine, se kur qoni s'do jem më... Realisht, nashtë edhe për shkak që kur ki qenë të në televizor një më konë fmi, nashtë nuk e kum dit asë qka do me thonë, aj programa... Ka 5 vjetë, më rregull jeti. 5 vjetë, 13 vjetë i kam pasë atë. Edhe, nashtë për që ata, nuk kum ujtë mja arrit atë me kuptu... Ma mi që se ke pa. Pse me ndonë që ki ndryshu gjatë... Ko zho? A je pëndu për ndonjë gjë? Apo... Lidhje me programin, apo lidhje... Lidhje me ftyrë publik... Po, me programin. Kam bot një të gjëra që bëj edhe me shoqërinë jashtë, edhe me njerëzit jashtë. Dhe me thënë, kam afru njerëzit e gabum, i kam besu njerëzve të gabum, jam gjënd njerëzve të gabum, se unë jam tipi që gjithmonë, nëse më ngulitet në kokë që ti për shembull je njëri i mirë, do t'i shkoj times deri në fund. I shikoj gjeset, i shikoj çdo lloj gjë të keqe që më bën, po unë në kokë kam një tjetër version tënd. Edhe them, do t'ja nxjerr atë versionin që unë kam kokë. Mund të mos dali kurr. Në 99% të rasteve nuk del, po i çoj deri në fund. Kështu që s'kam si pendon. Ajo është mësim. Gabim është. Mësim. Gabim. No, gabim se njeriu mëson një herë, jo gjithë jetën. Po, nashtë na herë ki nevojë pak më shpesh me gabu për me mësu tamam. Po jo të njëjtin gabim? S'di në gabim tjetër, jo. Pikërisht ata. Hey, mësim. Un papa, dhe provoj edhe herë. Jasmin jo, edhe herë aman. Oh my god, ana kanë mshel derën, a? S'ka gjë se. Kalojmë sipër.
Kjo mba mu, unë kaloja një. Perfekt. Tjetër kush më bëri përshtypje... Ai burri dobët nuk e di emrin fare, është një kështu që ka pak flok, që duket pak në mosh. Arditi? Knon? I shkurt? I shkurt Arditi dobët. Arditi. Që karakteri është ai? Se një vësti? Kështu sillet shumë mirë. Tani është fut? Ha? Tani është futur? Jo, që në fillim është. Po, e çon mirë me krejt, përveç me labin ka herë. Po, labi e ka zgjedh lojën e sulmusit edhe... Me gjithë? Po. Alba ka zgjedh lojën e cigareve, më rregull jemi ne.